Pas daljes nga Big Brother VIP, Josefin Marku ka folur për herë të parë në një intervistë televizive ku është përballur me akuzat që kanë qarkulluar në rrjet lidhur me një të kaluar të dhunshme ndaj ish-partneres së tij në Zvicër. Nëse akuzat për ushtrim dhune janë të vërteta, Jozi i mohoi kategorikisht, duke i cilësuar si shpifje pa asnjë bazë. Patjetër që do ta mohoj. Kjo është një shpifje nga disa njerëz pa asnjë lloj vlere. Nëse kanë bërë diçka të tillë, le të dalin me prova. Unë e njoh veten dhe e di shumë mirë çfarë kam bërë. Shumë gjëra janë hedhur për mua, por nuk janë as pak të vërteta. Jozi foli për herë të parë edhe për incidentin me Gjestin brenda shtëpisë së Big Brother VIP, duke treguar se pas daljes nuk kanë pasur asnjë kontakt, pavarësisht miqve të përbashkët. Nuk kemi pasur asnjë kontakt me Gjestin. Kam dashur të dëgjoj më shumë për veten, të reflektoj dhe të kaloj situatën në mënyrën më të qetë. I jam përkushtuar muzikës, i uroj sukses e Gjestit dhe më vjen keq që është ndier keq pas atij momenti. Jozi e përmbylli me një mesazh pozitiv, duke e theksuar se jeta vazhdon dhe se ai po fokusohet në projektet artistike. Deklaratat e tij kanë shkaktuar reagime të shumta në rrjet, ndërsa fansat presin ende një prononcim nga Gjesti. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.